Në vazhdim do të ndajmë njëri nga çmimet kryesore, është Best Song 2016. Për të ndarë këtë çmim, ftojmë një përfaqësuese nga KAS, pra Shkolla për Parukeri dhe Estetik. E ftojmë në skenë për të ndarë këtë çmim. Mirë brëma, edhe një herë. Ku krejt drenicë sante. Shëndetje. A je bonuse drenicës? Po. Në rregull, unë jam Kaltrina, jam përfaqësuese e qendrës trajnuese KAS. Dëshiroj të them që për ne është kënaqësi që kemi mundësi të mbështesim spektaklet e tillë, po si akademi që jemi, për ne është edhe më me rëndësi që nga viti në vit po nxjerrim gjenerata të cilat po realizojnë ëndrat e tyre dhe po depërtojnë letë në tregun e punës. Pasi që veç jemi te pjesa e akademisë, unë dëshiroj të ndaj me ju një arritje tonën të fundit. Ne jemi qendra e parë në Kosovë akredituar nga AKK dhe vetmja në rajon i licencuar nga qeveria britaneze për dhënë kualifikime në fushën e bukurisë dhe të estetikës. Okej, atëherë shkojmë pra me... Shkojmë me ndarjen e njërit ndër çmimet kryesore të këtij spektakli. Vazhdojmë me nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Song 2016. Best Song 2016 shkon për Ardian Bujubi dhe DJ Dallol. Urime Ardian. Shalom ba. Çdo se kena pritë dhe s'po di çfarë më thon më shumë fansa, faleminderit shumë për fansa. Exonet menaxherit tam, XL Films, Avaxuze DJ Dallol që ka mundësuar që të këngë. Faleminderit shumë, ju dua. Unë ndoshta me falenderu spektaklin, Zikon, Zhurmën, për arsye se po më doket kameti vetmi në Kosovë i cili vlerëson artistat. Në fakt na gjithmonë kemi nevojë për kësaj lloj vlerësime për më motivu me punu për vitet e ardhshme. Unë deshta me falenderu mas shumë te Ardianin i cili gjithmonë ka besu në produktet tona, në muzikën tonë, edhe gjithë ata që besuan në revolucionin e na një. Faleminderit. Urime suksese. Ardian. Urime për çmimin.